Do t'jap një informacion tjetër ekskluziv dhe do ta ndërtoj pasaj diskutimin mbi këtë informacion. Presidenti aktual miq Vjosa Osmani ka disa javë që ka filluar të angazhohet intenzivisht në krijimin e një platforme politike. Janë duke u komunikuar njerëz të personalitete të ndryshme që t'i bashkohen iniciativës së re të Vjosa Osmanit. Kjo listë, kjo iniciativë nuk e përjashton mundësinë që të provoj që të gjithë së bashku të kthehen në LDK, por natyrisht në një rrethon të tillë Vjosa Osmani synon që të ketë që të rimarr kreun e lidhjes demokratike të Kosovës nëse do të hapej një garë brenda LDK-s. Në një rrethon tjetër, Osmani që do të garoj me një listë të re, me një iniciativë të re politike, natyrisht duke marrë antarësinë dhe gjitha mekanizmat që do ta përcjellim brenda listës guxo, potencialisht edhe ndonjë nga deputetët që janë pjesë e grupit parlamentare që mund të kenë më shumë afinitet me Osmanin se sa me udhëheqjen aktuale të listës guxo. Po lidhemi fillimisht me Lumir Abdi